Dhe Allahu Azza wa Jall i thot me lajkeve të tij, krijesave të bindura që nuk han dhe nuk pinë, vetëm zbatojnë urdhrat e të Madhit Zot subhanahu wa ta'ala. I thot, shikoni namazin e robit tim. Në qoftë se ai namaz ka mangësi, pra e ka fal namazin, po ka mangësi në ruku, në sejdë, në frikë respektin, i thot plotësojeni me namazin nafile, namazin vullnetar apo sunnet. Dhe po kështu janë vëllezër punët e tjera. Qoftë se njeriu ka patur mangësi me agjërimin obligativ, Allahu ja plotëson me agjërimin nafile. Nëse ka patur mangësi me zekatin obligativ, ja plotëson me sadakat vullnetare, nafile apo sunnete. Nëse ka patur mangësi në tauhidin e tij, Allahu Azza wa Jall ja plotëson me duan dhe dhikrin. E nëse se njeriu nuk ka patur namaz fare, fars, me çfarë do të plotësoj Allahu subhanahu wa ta'ala, me çfarë namazi sunnet? Pra të jemi të kujdesshëm vëllezër, të jemi të mençur. Ta adhurojmë Allahu subhanahu në radhë të parë me punët obligative që janë më të rëndësishme, pra, dhe pastaj me ato që vinë në radhë sipas rëndësisë së tyre.